O çfarë lasagna është që kjo? Klasikja që shkon flok si del prej furrës. Në tenxherën e ngrohur hidhni vajin e ullirit monini, fërgoni qepën, sillini karrotën, kur zbuten shtoni hudrat, pastën e domateve, fluska qelli, mishin e grirë, ke piper të zi edhe erëzat. Domatet e coptuar me lëngun e mishit ose ujëzirja 45 deri në 1 orë. Beshamel ka gjalp, miell, qumsht, krep, trazoni mirë, edhe pastaj i zini edhe petet e lasagnes, vetëm sa fillojnë të zbuten, pastaj i vendosni një pecet. Salca me mish duhet të reduktohet pak, të jetë trash, radhit një herë në to, pastaj petet, prap mishi edhe beshamel, në fund kaçkavall. Vazhdon në radhitja e dytë petet e lasagnes, mishi e përhapni mirë, salca beshamel, kaçkavall. Zakonisht të bëhen 3 deri në 4 radhitje të tilla. Kjo është e 4-ta, pet, mish, beshamel, kaçkavall edhe në fund djath parmezan për ekstra shije dhe aromë më të mirë. Është jashtëzakonisht e mirë, e butë, kremoze, e jashtëzakonshme, mos e le pa e provu.